është e vërtet që e ke vëzit qervulletin e Ibrahim Rugovës? Po, është e vërtet. Mas në 2006 ndikon, kur dola në Liri, po takova ish ministrin në Streta Rëqia, në atë kohë, edhe pse akoma ishën ato dallimet shumë mlaja politike, pavarësisht që ishim në bashkëqeverisje, akoma ka pas një farë ftoje, nuk u kona një farë ngrëtësie mes palve, po me gjitha ta unë i kum pas shumë mirë raportet edhe para koalicionit me shumë njerëz dhe me personalitete LDK, se Streta Rëqia në atë kohë u konë në lullëzimin e vetë politik, shë a thonë në LDK. Edhe kështu në bisede sipër i bashkë me kryetarin e ndjerë, Fadil Feratin e Istogut, që ka qenë një mik i mirë i imi, tu i bisedu, tha, a jetu vëzit diçka, tha që jo ku marrë një makinë rëndëse, desat rehabilitona, se naturisht një pushimi bukur gjatë, po flasim për burgun, 5 vjeqar, edhe më tha, unë e kom për nërë, tha medalion në dispozicion makinën e presidentit Rugova, edhe e kom gra një kohë bukur gjatë Chevroletin, edhe jem shku në për Duga Gjen, me tonë drejten, ka pas plot qytetarë që ma kanë putë kerën për nostalgjis për presidentin Rugova, se në atë kohë konë edhe simbol i presidentit. Shtë që jo mirë njës dëve, po kjo konë edhe dëshmi që ne i rehabilitum ato raporte, pastaj kom shku në familjen e presidentit, të bashkëshortja, të djemë, të vajzat e tina, jemi kujdes shumë edhe për familjen, pse jo, dhe më tonë, kem shku të vore, kem ndëru, një mundu me përqu porosi që nuk kemi armiqësi mrena shqiptarët, vetëm në armeke kem ata që nga mohon drejten me jetu të lirë në Kosovë, që dhej sot po shihet që jo Serbia, shtetet aleate tyne. Pra na nuk duhet me pa armek në Kosovë, për pas që kundërshtar politik ose bindje ndryshme politike.